Të nderuar qytetarë, në këtë ditë të shenjtë të Fitër Bajramit, uroj që paqja, dashuria, mirësia dhe lumturia të mbush çdo familje. Le të jetë ky Bajram një mundësi më shumë për të lidhur me njëri tjetrin, për të dhuruar më shumë dashuri, mirësi, për të ndihmuar ata që kanë nevojë dhe për të mbështetur ata që kanë nevojë. Uroj që lutjet dhe sakrificat e gjithë besimtarëve musliman të mund të jenë të pranuara dhe le të jetë kjo ditë një ditë që të mund të kalohet mes familjeve, miqve dhe një ditë për një shpresë më të mirë për qytetin tonë. Gëzuar Fitër Bajramin. Gëzuar për shumë vjet Fitër Bajramin, agjerim dhe lutje të pranuara për të gjithë besimtarët musliman që përmbyllën me devotshmëri muajin e madhërisëm të Ramazanit me sakrifica, lutje dhe reflektim shpirtëror. Në ardhin e Fitër Bajramit, paqja e Zotit, mirësia dhe begatia arqin në gjitha familjet e besimtarëve musliman. Gëzuar për shumë vjet. Dua të uroj gjithë besimtarët musliman, gëzuar Fitër Bajramin. Le të jetë një muaj që na reflekton për paqe dhe qetësi në shpirt. Gjithashtu dua të uroj dhe gjithë ata që agjeruan, agjerim të pranuar dhe lutje të pranuar. Gëzuar. Urimet më të mira në këtë ditë shenjtë për gjithë besimtarët. Zoti u ka pranuar sakrificat dhe lutjet dhe sjell këtë ditë e bekuar, mbarësi dhe çdo të mirë në të gjitha familjet. Gëzuar Fitër Bajramin, Zoti pranon agjerimin dhe lutjet e besimtarëve, për gëzuar këtë ditë të bekuar për të gjithë qytetarët e progresit. Paqen sa më shumë begati, paqe, dashuri për njëri tjetrin dhe Zoti na qof drejt ditëve më të mira. Gëzuar.